Sondazhet po tregojnë çdo ditë që kalon në këtë fushat se Partia Socialiste po i fiton zgjedhjen, ndërsa Partia Demokratike po e thellon diferencën e humbjes ndaj saj. Kriza politike këtyre zgjedhjeve është pikërisht humbja e rolit Partisë Demokratike si alternativë në këtë vend. Çdo parti tjetër me logon dhe kapitalin e saj, por me leadership tjetër, sot do ta tërhiqet nga pas Partinë Socialiste, jo thjesht për ato që ajo ka arritur apo jo në 12 vjet, por se pas 12 vjetësh me siguri dikush do të kishte spaku një ide konkurruese se si ta ndryshonte më mirë dhe më shpejt të vend. Por jo, Sali Berisha, i cili do të hyjë në histori si bim sorra më i shtrenjtë të gjitha kohërave dhe si njeriu që pagoi 6 milion euro për blerë një vizë amerikane, shkoi deri në Valencia sot për t'u ankuar për vjedhjen e zgjedhjeve që nuk ka ndodhur akoma. Dhe ky pozicion të shpruesi i opozitës zyrtare duhet patjetër të përcillej dhe te votuesit anti-qeveri të kapur mes emocioneve dhe nostalgjisë për doktorin, që lëshon zogjt dhe pakënaqësive për jetën e poshtër në Edi Ramën që nuk humbet. Ata duhet ishin e drejtuar tek alternativat e reja, që për fat sot si numër spaku nuk mungojnë. Falë një sistemi elektoral më të hapur se herët e tjera, votuesit shqiptar sot, së paku ata opozitar, duhet ta kishin lënë në fatin e vet Partinë Demokratike dhe të mbështesin alternativat e reja. Dhe ato djathtas nuk mungojnë. Qoftë duke nisur nga pika më e ulët e moralit që përfaqëson Lulzim Basha, duke vazhduar tek mundësia e sponsorizuar me sforca të mëdha monetare dhe intelektuale si ajo e Gronshejait, por edhe tek stoicizmi i Dashejit, apo sigurisht dhe tek alternativa e re në moshë e nismës Shqipëria bëhet. Por sondazhet po tregojnë se ka nisur ndonse lehtë bjerrja e partive të reja. Sigurisht këndon se dy dinosaurët e mëdhej dinë se si ta tërheqin vëmendjen e elektoratit me kalimin e ditëve të fushatës, por a thuash vetëm kaq? Ndërsa të rinjve nuk mungon energjia, duket se u mungon ideja se si ta ndryshojnë më mirë dhe më shpejt të vend. Disa thonë do ta shembim këtë sistem, por nuk thonë si. Disa të tjerë thonë se duhet hikin vjetrët, por nuk thonë dot se përse, përveç se tikin, se janë të vjetër, duhet vinë ata që janë të ri. Nuk mund dëshira, por u mungon karizma, kanë të drejtë në parim, por kur tenton të zbërtesh, nuk din të thonë saktësisht se si ne dëshirojmë dhe si ata mund të realizojnë dëshirën tonë. Na thonë se Shqipëria bëhet, por harrojnë se Shqipëria bëhet edhe vetë dhe e ka treguar këtë në vitin 97. Ne duam të dimë se si këta mendojnë ta bëjnë para se të marrin votën tonë. Pasi nëse na kërkojnë ta thonë pasi na e marrin votën, ne kemi parë këtë histori. Na e kanë marrë votën, pastaj kanë bërë si deshën këto 35 vjet. Por tani kohët kanë ndryshuar. Kur do ta kuptojnë këtë të rinjt që duan tani të futen politikë? Me një prej tyre do jemi sot. Sigla. Kaq për informimin, tani shkojmë tek përgjigjja e pyetjeve. Pse? Pse duhet votojmë trit? Endri Shabani është sot me mua, drejtuesi i Nismës Ture dhe i koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet. Me mbroma Endri, ne si dukem program. Me mua janë dy kolegët e mirë, Orlan Beko, me mbroma Beko dhe Artur Nuar. Me mbroma Artur. Me mbroma. Jeni një realitet Endri në sondazhe, ose më saktë jeni i vetmi realitet elektoral i qëndësishëm në të gjitha sondazhet. Unë do të pyes dhe më vonë pak, pasi më mbrëm kam parë një intervistë drejtuesit tjetër të koalicionit, zotit Lapaj. Bashkë drejtuesit i bie. Bashkë drejtuesit? Oke, s'ka rëndësi. Kam përshtymin që... Jo, koncept juridik është për rast. Na e sqaroj, po kam përshtymin që unë besoj që ju vete keni... Të mirë keni bërë që nuk e keni vënë rëndësi sa kush është i parë, kush është i dyti. Sepse jeni me gard hapur, kështu që... Sepse jeni gard hapur, kështu që të dy formacionet në vetvete, ju keni, funksionon që ju keni kandidatët, pra Nisma ka kandidatë vetë në listën e hapur, në listën e përbashkët, dhe Shqipëria Bëhet ka kandidatë e saj. Dhe ndërkohë secili konkuron si me kandidatët e partive të tjera dhe me kandidatët brenda partisë vetë, si thuash. Pra kandidatët edhe të Nismës mes njëri tjetrit, edhe të Nismës me Shqipëria Bëhet përveç gare sigurisht politike me partitë e tjera. Pikërisht. Okej, për mua në duket e komplikuar, për në fakt është e thjeshtë. Shumë të fare është meritokracia. Pra kush është më i zoti, kush më afti dali parë. Më shumë se meritokracia është besueshmëria e publikut. Pra nëse publiku thotë që Endri Shabani i përfaqëson më mirë, voton për Endri Shabanin, del i pari dhe futet në parlament. Nëse beson më shumë tek Adriatik Lapa, ai mbledh më shumë vota, shkon ai në parlament. Nëse beson te të dy dhe disa të tjerë, le të themi në varësi të numrit total të mandateve, shkojnë këta të dy dhe jo dy të tjerë. Pra, kjo në thelb esenca këtu është që e vendos votuesi jo kryetari i partisë. Po të shkosh tek partitë e vjetra, e vendos kryetari i partisë. Kryetari i partisë vendos Flamur Nokën të parin, vendos Tedi Blushin për në rastin e PD-s, vendos çunin e Farid Balliu dhe votuesi nuk ka ku të shkojë se këta do bëhen një deputet. Nuk i njoh se janë anonim. Pra është kjo Silva Gjuzi, Ilva Gjuzi,
Janë disa I personazhe referoni qarku Tiranës. Tiranë, për sepse ata shoh, po ja ta shohin nga fleta votimit se të betojmë nuk I njoh. Pra, e di pse është diferenca, se diferenca është këtu. Pra Rama ka vendos njerëz anonim ke lista e mbyllur, Berisha ka vendos njerëz që I njohim gjithë, po I njohim për zullume. Domethënë ky është problemi dhe nuk I jep mundësi votuesve vet që t'i nxjerrin jashtë parlamentit. Po pak Rama deri diku është treguar më pavarësisht që e ka egresuar garët e listat e hapura, po është më fair në sensin që figurat më të vjetra që kanë qenë temi më të njohur, ca prej tyre janë edhe në gjykim publik për afera caktuara. Gjykim publik ata janë spak. Patjetër pra. Përveç atyre që janë spak, edhe ka tjerë që nuk janë spak, por ama kanë qenë fokusin e gjykimit publik për afera caktuara, ai ka thënë votuesve ndoshta për interesat e veta, brenda shtëpisë vet. Sigurisht për interesat e vetat me menaxhurat. Besoj që është Jo, Hilja këtu, jam dakord. më fair. Nuk do ishte 100% fair nëse Mos ikse vën fare. Jo, Aty jam dakord. edhe nëse do kishte listë të mbyllur, por do konkuronin paralelisht. Me këtë sistem që e ka dizenjuar Sali Berisha me Edi Ramën, do futen një herë këta të listës mbyllur, pra nëse ti shkon në treg, edhe ti zgjedh kë mollë të duash, ai tregtari atje të fut një 2 mollë të kalbura në shport dhe thot ha këto një herë, pastaj do marrësh mollën që ke zgjedhur. Ky është problemi. Pra, këta kanë prioritet listës mbyllur. Pa u futur këta, nuk I vjen rradha listës hapur. Që do thot, për shembull, nëse një parti, qoftë kjo PD-ja apo PS-ja, në Tiranë merr vetëm 12 mandate, nuk ka rëndësi se për ka kanë votuar njerëzit. Do futen një herë vetëm këta të bunkerit të PD-s ose të PS-s. Kjo është Hilja. Pra votat I marrin këta të listës hapur. Në fushat. Po patjetër, po për një herë se është ai është emëruar tani. Kupton? Jo, ideja është të paktën në 2-3 sondazhe që kam parë unë, ne Tiranën do ta kemi ditën e hënë, po në 2-3 sondazhe që kam parë unë, me sa kam parë unë është cënuar dhe lista e mbyllur e Partisë Demokratike. Çfarë do të thotë që njerëzit you cannot fool them around. Pra me njerëzit nuk mund tallesh më. Njerëzit sa rradhe e kanë në dorë edhe atë listë e mbyllur, ta hapin, ta shqyen dhe të hedhin prandaj edhe njerëz janë brenda saj. Nëse votuesi I PD-s do votoj për Jorida Tabakun, si fillim do marri peshqesh Çun e Fariut. Çun e Fariut, do marri këtë se ka si e njoh ta them. Jam bërë dhe unë I largët me ta. Ke të drejtë. Pra do marri Çun e Fariut një herë peshqesh, pastaj ja rebit I vi radha këtyre. E njëjta gjë me PS-n. Pra këta kandidatët që dalin dhe marrin vota, do futen një herë këta të listës mbyllur dhe pastaj në varësi sa Endri megjithatë është Besar Xhaferi, kështu që po ishte për megjithatë atë se njeh mirë. Megjithatë Endri edhe ju në thojza u diskutuat, u përfolët, u kritikuat, u sulmuat varet kush ju ka thënë, që edhe mënyrën se si ju e hartuat temi gjetët të formulën e listave. Po, na I tha Rama dhe nga Rama pastaj sigurisht gjithë megafonët në disa lloj tonalitetesh. Disa mund diskutohen, unë për shembull e shtroj për diskutim, nuk e shoh për kritik. Po ca tjerë kanë sulmuar, ca kanë kritikuar. Ta na imponuar ne një standard që është I veti. Pra, ata thanë, jo vetëm PS dhe PD do dalim me bunker, po na thanë dhe ne dhe ju do keni bunkerin tuaj. Dhe në rastin e koalicionit Nison Shqipëria Bëhet, ne nuk besoj që ne do marrim 46 mandate. Për pasojë, ne do ishim totalisht me listë të mbyllur. Dhe kjo është e papranueshme për betejat që ne kemi bërë që në 2018. Në gjykatë kushtetuese, që kemi çuar në parlament, që kemi mbledh peticione, kemi çuar 3 iniciativa ligjore në parlament. Kështu që gjetëm një artific, dhe artifica është krijuar një listë fiktive ke lista e mbyllur, në mënyrë që shkoj automatikisht tek lista e hapur. Prandaj unë, Adriatiku, Pano dhe të gjithë jemi ke lista e hapur. Okej. Endri, të njëjtin gjë ka bërë dhe Dashej nga me lehen tuaj, me lehen kolegëve, me që kishim sondazhin dje, dua t'ju tregoj diçka. Do t'ju bëj pyetje të vjetra, kuptimin edhe në stilun, nuk para e kam zakon të bëj këto syet e vjetër. Do përpiqem të jap përgjigje të reja. Por nisur nga sondazhi I djeshëm, këtu shtrohet gjithmonë që joni kuptohet, janë Xheri Çerke dhe ABC News, shtrohet gjithmonë ideja Endri e Nura e ka këtë tezën, dhe besoj që do më mbështesit paktën me pyetjen e vet, teza e mos bashkimit. Pse e them këtë? Për shembull, në Elbasan, paktën nga sondazhi joni dilni 4.6%. Rezulton të paktën po t'i qëndrosh të shifrave krahasuese me 2021-shin, që ju do e keni shumë vështirë të prodhoni një mandat në Elbasan, megjithëse jeni shumë mirë, jeni 4.6. Ndërkohë, partitë e tjera, mundësia është 1.9. Po I referojmë të rejave, unë nuk po merrem me Bashën që mendoj që ka emrin e ri, po ka përmbajtjen e vjetër. Lëvizja Bashk
okej, pavarësisht mund keni diferenca ideologjike, por nëse ju do ishit Edhe në qasje bashk, diferencë. Edhe në qasje kanë diferencë. edhe qasje ka diferencë. Pra ju nëse do ishit bashk, Endri, tash kjo nuk është një tezë, unë jam kundër kësaj teze, po Nura dhe shumë tjerë thonë Unë që ju ja duhet ishit kam bashk. sugjeruar edhe personalisht. Mendoni që ndoshta edhe mundësia e listave të përbashkëta, siç e gjetë ti me Lapajn, ta kishit gjetur edhe me të tjerë. Ju po flisni në të shkuarën për një gjë që s'ka ndodhur akoma. Pse? Jo, dakord, unë tash të herë, des. Ja, unë ta thash. Do ta adresoj. Është thjesht çështja e 2021-shin edhe e sondazheve, se pastaj po do dalë fjerë, në shiku jem fjerë, 3.5 e pak më ulët, por shiku janë tjerë. Ju sigurisht keni një mandat këtu. E pak po e sigurt që ju keni një mandat. Tani, pra ju po thoni, nëse do bashkoheshim gjithë do marrim një mandat. Dakor, tani, thot një tezë. Një sekond, bashkimi nuk është bashkimi kryetarëve të partive, bashkimi është bashkimi i votuesit. Tani, unë personalisht, dhe besoj gjithë kush më njeh dhe kush më ka ndjekur e vërteton, kam bërë një betejë të jashtëzakonshme për të bashkuar të gjithë. Po, personalisht nuk kam sulmuar askënd, nuk kam luftuar me asnjë nga të rinjt, luftën betejën e kam me të vjetër. Dhe kam tentuar t'i bashkoj, deri jam lutur që hajde bëjmë bashkë që këtë debat që kemi njëri ta bëjmë në parlament jo në podcast. Tani kanë zgjedhur që të rinë vete. Votuesit i bëj thirrje. Nëse votuesi do që të na shohë bashkë dhe do që t'i shohë të rinë në parlament, ta shikoj, ta ndërshkoj ata që janë për përçarje, të inkurajoj ata që janë për mbështetje dhe ndoshta ato përqindje që ti shikon, votuesi duke qenë strategjik thotë, shiko, këta që nuk u bashkuan edhe duan dalin vete, ndoshta s'duhet ka drejtë. Ky është thelbi. Ai thotë që votuesi le të shkojë tek alternativa rinore që ka më shumë gjasa aty në parlament. Vetëm ka një gjë. Por unë nuk kam me zor, unë nuk i marr dot. Jo, e vërtetë është. Ideja është fola për maksimalisht. Dhe ju dhe Lapaj keni qenë për bashkimin? E kanë bërë të dy. Edhe Lapaj, pavarësisht se e kanë sulmuar dhe ka pas disa debate edhe me Sheajin, edhe me Arlind Qorin, ka qenë vazhdimisht për bashkëpunim. Publikisht, unë e di dhe privatisht është përpjekur për bashkëpunim. Tani, nuk dua të hyj më këtij diskutimi, por 2 nga 3 partitë e reja, se për hir vërtetës, partitë e reja vetëm 3 janë. Pra, Nisma Thurje, Shqipëria B dhe Lëvizja Bashkë. Këto janë partitë e reja. Të tjerët janë fraksione. Partitë e reja janë me aktor të vjetër. Po partitë e reja. Aktor të vjetër. Më kuptohet, dhe Dashej mund të jetë parti e re. Po diskutosh politikisht ka drejtë. Jo, po pra, aktorët janë të vjetër, politikanët. Nuk është parti e re koalicioni Euroatlantik. Si që ka parti e re kur drejtohesh në Lulzim Bashkë? Pra, aktorët janë të vjetër. Nuk do të thotë që është gjë e keqe, janë fraksione të edhe mundësia është fraksioni PD-s. Pikërisht. Që do të thotë? Janë ish ministra, janë. Varet si shikon, kjo e re është relative tani. Nuk ka asnjë problem, jam kundër, nuk jam kundër. Është termë formal, është termë filozofik. A mund ta mbaroj analiza është në emra, si re. Ka parti të reja, ka dhe parti të vjetra, të cilat mund të jenë të mëdha, të vogla. Ka parti të reja me aktor të vjetër, ka fraksione të partive të vjetra që ka pas historikisht në Shqipëri. Parti të reja me aktor të rinj që vijnë nga shoqëria civile janë 3. Nisma Thurje, Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashkë. 2 nga 3 janë bërë bashkë. Ne kemi marrë dhe lëvizjen për drejtat e punëtorëve, kemi marrë një grupim nga diaspora, dua të votoj 2025. E kemi kriju një grup të rinj. Pra, këtu pesha më e madhe edhe në sondazhe, prandaj delte më e lartë, sepse këtu është kriju një pol të rinjve. Me listë hapur jemi. Pra që do thot, edhe aty ka aktor, për shumë, ne kemi aktor që nga kanë ardhur personazhe publik, si tenori Klodian Kaçani, si gazetari Ferdinand Dervishi, pra personazhe publik që janë bashkuar në këtë listë hapur. Këtu është pesha më e madhe. Tani votuesi duhet edhe një mesazh duhet ja japi këtyre që kanë shkuar për përçarjen. Kanë shkuar për më që të luftojnë me klasën e vjetër, luftojnë. Jo, përqindjet ja kanë dhënë një mesazh, po ndoshta ajo mund të jetë edhe më e thellë në zgjedhje. Kështu që ky shqetësim që ju keni, ndoshta mund mos jetë real në zgjedhje. Po, domethënë, nëse do ta linim këtë strategjia, sepse gjithë këto partitë, po themi ato të vërtet treja, po dhe ato që janë treja po me aktor të vjetër, duhet kishin patjetër një koalicion për të mundur sistemin bipartiak që ne kemi. Sepse edhe LSI-a tashmë është PL. Po pra, edhe kauza të mundim ata. Dhe nëse ne nuk i pranojmë siç janë ata që janë të pathyeshëm, sepse ju e dini që në Fier dhe në 2, unë doqja sondazhin tuaj. Në 2 këtë zona votat tuaj shkojnë Edi Ramos apo jo? Jo, s'është e vërtetë. Po si është e vërtetë? Nëse nuk prodhojnë mandate. Nëse nuk prodhojnë mandate, shkojnë partisë më të votuar. Këtë e njoh me kompetencë. Po.
asnjë parti nuk prodhon me eficiencë 100% votat që i duhen. Po. Që do thotë, çdo parti ka disa mbetje votash, Po, e vërtet. të cilat i shkojnë partisë tjetër. Po. Mund qëlloj edhe që kuptuar, vota be. për PD-n ose për PS-n të shkoj për nismëthurje nëse mandatin e fundit e merr nismëthurje. Pra, mënyra se si funksionon donti është e tillë që në qoftë se ti duhen 10.000 vota për mandate, ti ke marrë 9.700, Po. Okay. ato vota nuk prodhojnë Atëherë mandat. na shpjego pak, regjia ju lutem, nëse mundeni nga tabelat e djeshme kemi një tabelë të zgjedhjeve në Fier të 2021-shit, ku kanë marrë vota 3 parti, po kanë marrë mandate vetëm 2 prej tyre. LSI-ja, Nëse 4.2%. po, nëse kjo është rezultati Endre, ky është rezultati i Fierit. Jo, më falni atë, ndjes, Elbasanit. I njëjti po për Elbasanin, se këtu e ka marrë LSI-ja. Po në Elbasan, Okej, Gjirokastër? në Elbasan, se marrin për Elbasan. Okej, Endri, na shpjego pak, shiko se ç'a ndodh. Tani, Këto 4.42% votave të LSI-s që nuk prodhojnë mandat, kujt i kanë shkuar për shkakun në Elbasan? Tani unë këtë e jap leksion, po do përpiqem ta thjeshtoj. Formula don't funksionon kështu. Ja dhe unë po të pyes, realisht po të pyes për Pjesë informim. Nga përgjigjesh meti ta marrin vesh ata. Pjesëtohet me radhë. Pra le themi, fillim pjesëtohet me 1. Pra, edhe shikohet kush ka më shumë vota. Partia që ka më shumë vota merr mandatin e parë, këtu pjesëtohet me 2. Dhe nëse gjysma e këtyre është prapë më e madhe se sa të tjerë, merr edhe mandatin e dytë. Pastaj pjesëtohet me 3 dhe kështu vazhdon me radhë. Tani, në fund fare, një parti që ka marrë 7 mandate, është pjesëtuar 7 herë. Ajo e mbetura, herë si i mbetur, në qoftë se është poshtë numrit të votave që ka marrë në këtë rast koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, mandati nuk i shkon më, mandati 7 nuk i shkon më kësaj partisë më të madhe, po i shkon koalicioni Nisma Shqipëria bëhet. Mirë, be di pse do ta them këtë sepse unë shikoj prap jemi ke sondazhet dhe sondazhet unë jam i pari skeptik ndaj sondazheve. Kështu që po sondazhet janë sondazhe. Unë pash një gjë shumë interesante ke sondazhi ju. 4.6 je shumë afër të njëjtës shifrë që ka pas bile pak më lart se çka pas LSI-ja në 2021 ku nuk prodhoi mandat. Prandaj të pyes më tepër. Pra, se po flasim për një shifër që është shumë e ngjashme me atë të LSI-s në 2021 që nuk i prodhoi mandat. Padyshim. Tani, unë Çfarë ishte ajo pasaj veçantia në ato sondazhet? Jo, unë pash një gjë shumë interesante. Ju kishit pyetur njerëzit Po. që kush provon fushat më të mirë. Po, ja, kemi edhe këtë. Dhe Atë më bërë të shohem prapë dhe nuk kam maqëri Endri. Dhe faktikisht del një gjë shumë e vërtet. Nisma Shqipëria bëhet dele dyta, pra e mund dhe Partinë Demokratike. Që do të thot, megjithëse ne nuk dalim të paktën nga sondazhi, nuk dalim partia e dytë,